Çfarë kemi thonë gjykatës sa i përket llojit të lartësisë të nimit të Në gjykatës A keni me shtu diçka? jo veç e ka pas dëshirë në kërku falë për konkretit. Me të vërtet, nuk e kom mirë se di as vetë shumë vate. Se di as vetë? Këmë po i pit me të drejta. Nuk e di as vetë? Presje, jo më kanë i pit. Sërish falë e kërkova, sërish me pashë. Jo më kanë i pit. Falë e kërkova. Tjetër atë me shtu diçka? Në asë. Mire, po ujnë. Mendoj që pranimi i fajësisë nuk ka alternativë. Edhe mendoj që fajësia është bërë për shkak që përpjekjes për me pas një rrethon mbrojtëse, lehtësuese do të thotë. Ndërsa deklarimi se ka qenë i dehur, unë mendoj që është i pasaktë e pavërtetë. Arsyeja pse mendoj që është i pavërtetë për shkak se kërcënimi është përsërit të lirë. Edhe ato në rrethona intervale kohore me shumë distancë në mes orëve ndërmjet. Gjendja e një dehuri në zgjatë zakonisht afër 30 orë sa kanë me qenë 3 herë kërcënimi. Gjendja e një të dehuri Në zgjatë më shumë se 24 orë se 30 orë, kur 3 herë ka përsërit të njëjtin kërcënim. Edhe çështja tjetër, prokurori shumë mirë ka bërë pjesën e mbledhjes së kërcënimit kryesor, po ka pasur edhe kërcënime tjera, edhe sharje, do të thotë të gjitha anëtarëve të familjes, duke përfshirë. Dhe kjo sharje dhe ky ofendim nuk ka mendoj që ka qenë refleksion e një gjendje dhehur, por thjesht ka qenë shkaku për se ky kërcënim ka ardhur në inbox, nuk ka ardhur për shkak në një koment ose në diçka të tillë, për shkak të një lufte speciale që gati një vit të shtrohet kundër meje, me epitete nga disa pseudo-gazetarë. Dhe se mendoj se është përfaq. Dhe mendoj se është përfaq një urrëtie që ka buru nga dika. Një urrëtie që ka buru nga dika. Edhe mendoj që krimet edhe shpifjet e vazhdueshme vitet fundit kanë qenë Dhe motivi mendoj se shkrimet dhe shpifjet e vazhdueshme kundër meje potencialisht ka mund të qenë motivi i tij. Për shkak se nuk mund të ketë kontinuitet, se asnjëherë nuk ka pas as konflikt, as si kundrim hak, as si njëri gjatë. Sa i përket kërkesës pasurore juridike, nuk është, do të thotë, thjesht më preokupon çështja e çështjes pasurore juridike, mendoj që ju e ndjek një pjesën e praktikës edhe ashtu si parasheh legjislacioni fuqi. Legjislacioni e parasheh, ne kemi për obligim të njoftojmë se ju dëshironi mund të paraqit një kërkesë pasurore juridike. Po mundu me paraqit për qëllimet Do me thënë, unë parashtroj kërkesë pasurore juridike, a ndjeni veten të kërcënuar, të rrezikuar nga i pandehuri? Mos në ndi i rrezikuar dhe kërcënuar nuk ju isha drejtuar organeve të drejtësisë.